Cili interes Turqisë ti të sobësoj shqiptarët sot? Hoxhallart janë hoxhallart po kamuflohen në mund Turqi sa punën e bojnë për Serbi. Ta i nuk kish ndjekur udhëzimet e Allahit, po i kish ndjekur udhëzimet e bijës Serbisë. A di që të hoxhallart, me pas di që Kosova e fiton pavarësinë, me pas di që NATO me 18 shtetet kryqalive kanë mi mshu kryqit Svetisovës në Bagrat, ato ta kishin bën një sin guerrille i shkandeshte me bë luftë gjatë viteve. Shqiptarët me zveti thua. Po dhe 97, 98, 99. Po Jakub Asipin e ki që e reklamon që u kanë luftë. Sa luftë Jakub Asipi? Kalifatin? Unë jam shqiptar, kible e kam Shqipnijën. Kible ku e bëj rrotullimin në Shqipnia dhe shqiptaria ime. Prandaj Amerika mbijeton, Amerika nuk shkatërrohet. Se çdo gjë shkon perëndim. Unë ta kallzoj me libra të shenjtë, edhe të Torës, edhe të Djatës, vjetër edhe të Tres, edhe të Kuranit. Nuk thehet në lindje. Kjo me mendu që Kina e fort është budallaki. Cilën luftë ka fitu Kina? Jo. Cilën luftë? Në kohë njëre kisha me ndryshë, nuk i kish azi. Jo, keni informacione se Turqia sot me po shpërndon para për mes projekteve për... Republika e Turqisë, me programin e kriministrit shtetit shqiptar, vitit 2013 u fut si aleate e shtetit shqiptar. Turqia si Turqi, si Republik, është aleate e shqiptarve. Mirë po, interesin mik. Cili interes Turqisë ti të sobësoj shqiptarët sot? Hoxhallart janë hoxhallart po kamuflohen në mund Turqi sa punën e bojnë për Serbi. Edhe njëherë? Hoxhallart kamuflohen, dëgjoj mirë, në mund Turqisë, sikur që kamuflohen në mund Çaba se Zoti thot ti me shku në Çabe, a punojmë për Serbi. Tash ai djej është ai. Akuzë e fortë. Jo besoj është akuzë e fortë, Hyse Selimi djej është, tha unë jam i pafajshëm. Ta i nuk kish ndjekur udhëzimet e Allahit, po i kish ndjekur udhëzimet e bijës Serbisë. Unë prej Shkupit këto, kam informonta, lere ato që s'kanë. Unë pse më habit pse nuk reagojnë dhe nuk veprojnë. Kosova është para rrezikut. Rrezikut mbrençëm. Që çon ka? Që çon Ka një konfrontimi brendshëm? Po, patjetër. Ai Amerika ka pas luftë qytetare, Franca ka pas luftë qytetare. A di që të hoxhallart, me pas di që Kosova e fiton pavarësinë, me pas di që NATO me 18 shtetet kryqalive kanë mi mshu kryqit Svetisovës në Bagrat, ato ta kishin bën një sin guerrille i shkandeshte me bë luftë gjatë viteve. Shqiptarët me zveti thua. Po dhe 97, 98, 99. Nuk ka arritur Serbia, ka provuar gjithë dhe përpjeket. Po ka provu, po si kimi lonë, po këtë në Macedoni u fotën, këtë në Macedoni diminution u fotën. Edhe po marrëveshja ore, tu na lufta. Kur ka qenë guerrilla dhe mjashori, ki kishte qëndrimi ato pllakat që i ka bon, Jakub Asipi ka thonë s'kam kur gjo punë, po Jakub Asipin e ki që e reklamon që u kanë luftë. Qa luftë Jakub Asipi? Kalifatin? Ka dojnë me rrejnë të vëllo. Do të me folë të vërtetën. Nëse te do kalifatin, këshirë, unë jam shqiptar, kible e kam Shqipnijën, kible ku e bëj rrotullimin në Shqipnia dhe shqiptaria ime. Kjo target jem, një musliman nuk e ko këtë target. Muslimani e ko target me bot tavafin të Çabja, mi bo këtë botën musliman, apo? Me shkatru shtetin e Izraelit, apo? Allah, e patin Prishtin, unë nuk jam kundër vrasjeve fëmijëve. A ti ke mund të regu mu për Gaza, për Egjipta, po këmë jetu atë 7 vjetë. Sa shtete janë, e ki Egjiptin, e ki Saudin, e ki Sirin, e ki Jordanin, e ki Irakin. Me tokë nuk krahasohet. Izraeli, krahasim me këtë tokë, asa është një pikë ndeti. A unë që shtu një pikë ndeti? Kjo luftë që ka të ndohë, thash, atë është lufta e krishterëve me hebrenjët që përqafojnë judaizmin.